Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube. Kemi nisur një video tjetër, sot është e martë. Më duket si e hënë. Pse më duket si e hënë? Se dje ka qenë pushim dhe ne kemi patur pushim punë. Sot fillon java, fillon puna dhe kështu po më rrshket ky telefoni, se jam me telefon duke filmuar. Bekin ne kemi patur shumë të grindur këtë periudhë. Gjithë natën pa gjumë, duke i qëndruar gjithë kohës afër zgjuar për ta qetësuar, edhe kështu jam kështu shumë e lodhur, sikur unë kam punuar këtë fundjavë dhe nuk është se kam ndonjëherë në shtëpi. Është e çuditshme kjo. Më mirë të punoj gjithë kohës se sa të qëndroj pa punë. Kam qenë te mami këtë fundjavë se kishim festën e Pashkëve. Ne jemi katolik dhe normalisht Krishtlindjet dhe Pashkët janë dy ndër festat më të rëndësishme te tona, domethënë. Dhe kështu, tani fillon java, fillon dita, Bekin ja dhash nënës, ka dalë gjirojar, sepse tani vetëm do të eci, nuk do të qëndroj brenda, do vetëm shikon derën, kupuse që të ike, nuk e di domethënë. Edhe unë bëra skincare, bëra disa video në Instagram duke i ndarë me audiencën, edhe thash të bëm gati tani dhe pse jo të hapja këtë video në YouTube që shpërdos pak telefonin. Dhe të nisim një video të re, duke qenë se ju kam premtuar që unë do jem sa më shumë aktive, të hapim dhe këtë dritarin e tualetit. Dhe kështu, tani do bëm gati, edhe nuk është se do bëjmë ndonjë gjë të veçantë që të filmoj, por të bëm gati dhe të dash shpejt ikin në punë, se na pret një ditë dhe një javë shumë intensive dhe i qatë. Kështu i bie të jetë. Të shikojmë deri në fund nëse Alta do jetë ajo goca që mban fjalën për të bërë YouTube, për të bërë video, siç ju kam premtuar juve, eksaktësisht. Por gjithsesi unë do mundohem. Ju i treguar shumë goca të mira, keni parë videot që kam postuar, edhe disi ndjem më motivuar, kështu ndodh. Apo jo? Po dilja këtu në sallon për të pirë vitamina dhe po shikoja. Unë nuk kam bërë asnjëherë video në YouTube. Asnjëherë, besoj se jo. Se ka qenë një vit, nuk di. Me këtë dritën që kemi në sallon. Shikojeni pak se sa bukur duken videot. Vetëm shikojeni pak. Kjo është një shenjë që unë të filloj të bëj video, apo jo? Se drita është spektakël. Është fiks çfarë ne na duhet. Shiko çfarë punon Beki televizorit. Po e kapi pultin, vetëm do shtype dhe do nga se qon, derisa ta nxjerrë jashtë përdorimin. Jam bërë gati tani. Po nisem për në punë. Ju besoj që sot ishte një dështim s'ma ka ndodhur asnjëherë. Kam filmuar këtë video Get Ready With Me në TikTok 4 herë dhe nuk e di se çfarë pati. Thjesht unë shtypja opsioni OK dhe ajo dilte sikur iku, domethënë e gjithë video po shkonte dëm. Domethënë shkoi dëm. Shkuan dëm disa video. Nuk e di çfarë ndodhi, ishte hera ime e parë që unë kisha entuziazmin e duhur për të bërë video dhe kishte disa kohë që nuk po bëja dhe thjesht nuk deshi, nuk e di pse nuk deshi. Se mërzitur jam, sepse e provova disa herë dhe ndodhi njëjta gjë dhe tani më duhet të ulem ta shikoj me qetësi se jam pak vonë se më mori një orë kohë vetëm kjo. Të shikoj se çfarë ndodhi, çfarë kishte që nuk po mi postonte TikToku, domethënë nuk po mi ruante videot. Edhe kështu, mund të them që sot në gjithë kohën e blogërizmit ishte një dështim në video, sepse unë zgjedh t'i bëj ndonjëherë videot, jo ndonjëherë, por videot nga TikToku zgjedh t'i bëj më rahat, direkt nga aty. Dhe këtë herë nuk më eci se nuk u ruajt video fare.
nisur se përveç se u vënova për të ardhur në punë, i bie na shkoj e gjithë koha dëm dhe nuk arrita të kem një video si që duhet për ta postuar dhe nuk postova fare, e lash fare, njerëz e lash fare. Dhe një sa po arrita, edhe që nga një super vapë e madhe, shumë vapë. Shumë vapë. Hello nga dita tjetër. Si që shikoni sot jam një kaqurrelsa. Kam dalë herët bëra dush edhe dola me kokën e lagur se doja t'i kryfja tek Kiara me këtë krejen me onda. Se më mbajnë shumë edhe duken shumë bukur, plus që 3 ditë mbajnë yll fare. Kështu që doja t'i bëja këto edhe kam dalë shpejt s'kam bërë asnjë video, fatkeqësisht. Beki vazhdon të jetë në të njëjtën gjendje. Vazhdojmë të jemi edhe një natë tjetër pa gjumë. Kemi fjetur, po nuk e quaj gjumë kur ti njëherë në 20 minuta je thuajse në këmbë. Duke qenë se bllokohej dhe duhet ta merja se nuk e kalonte dot edhe kështu. Na shkoi nata edhe sonta. Tani direkt rrugës për punë. Edhe shikoj 2-3 gjëra që më presin atje dhe direkt të shkoj të marr Bekin dhe të shkojmë te spitali te Ykeja. Atje ndiqemi me doktoreshën ton prej fillimit dhe nuk ja kam ndryshuar. Nuk kam dashur që të ndryshojmë disa veta siç ka ndodhur me Roin. Duke qenë se kam qenë shumë e kënaqur me doktoreshën atje. Dhe fatkesia tjetër që na ndodhur është që nuk po e merr veten të bëjmë vaksinën. Ka kaluar 1 muaj, pra vaksinën në mujorshi që duhet ta bënim, por s'kemi çfarë të bëjmë. Derisa ajo të marr totalisht vetën dhe të jetë në gjendje shumë të mirë. Nuk ja bëjmë dot se Sot pasdite kam një event. Nuk e di nëse do m'dal koha të shkoj. Ngela duke i bërë duke lënë pasdore të gjitha këto eventet. Sot një grov. Ngela duke i lënë, siç po thoja, pasdore këto eventet që bëhen, duke patur punë të ngjeshura dhe punë më të rëndësishme, sigurisht, për mua. Dhe nga një anë jem keq sepse kam shumë dëshirë të bashkohem te këto eventet e bukura që organizohen, sidomos tani pranverë janë super bukur, por që ose nuk do jem këtu, ose jam shumë ngarkuar dhe nuk lëviz dot, se normalisht të marrësh pjesë në eventet i duhesh të bësh gati, të shkosh deri atje, kryesisht janë në Tiranë. Që thot me marrin goxha kohë, këtë kohën nuk e kam gjithmonë, edhe ngel për shkuar në vete. Sot jemi nga dita tjetër në punë, vazhdojmë që nuk bëhemi gati bashkë, por vi gati dhe ju tregoj juve këtu ditën, por tani nuk do flas shumë se kam vendosur muzikë në sfond dhe s'po i them që fikni muzikën se më duhet të bëj video, por që jemi pak më vonë ndoshta kur t'ju ketë mbaruar muzika dhe repertori i tyre. Si çdo ditë ushqime që më vjen gati, dreka dhe darka janë këtu. Shpëm pak se ka kemi për drekë sot, një buding. Këtu si gjithmonë të këtu katoni vjen një salat, një mini salat. Po shikoni që? Këtu. Kjo dieta ime, pra regjimi, por që në këtë rast është regjim dietik, pra për të ulur në peshë. Janë ushqime specifike që të bëjnë të dobësohesh. Tani, unë kam patur rezultat shumë, edhe është gjajdukshëm edhe në perimetër, më shumë se në kilogram, por patjetër që ka ndikuar dhe fakti që unë bëj trajtime anticelulit. Edhe
kam bërë goxha aktivitete. Kjo këtu është qofte me black beans, diçka e tillë, karrot. Nëse është e shishme, pëlqen se unë këtë regjimin ka diku te qënë tetor që kam nisur, nëse unë do e kisha nisur qënë shtator, normalisht rezultati do ishte më i madh, plus që fakti që unë udhëtoj, bën që unë ta prish këtë regjimin edhe ka një ndikim kur e prish regjimin në kilogram. Kur pasën lukët. Çdo gjë vjen e mbështjell, e freskët, vjen çdo ditë nga Tirana, edhe një gjë është e mirë përveç faktit që unë jam dobësuar, është që nuk kam nevojë të mendoj se çfarë do ha për drekë, çfarë do ha për darkë, sidomos kur jam punë që asnjëherë më përpara nuk dija se çfarë do haja sot. Edhe në shumicën e rasteve përfundoja duke ngrënë piset, sepse thoja hajde sot, hajde nesër dhe kështu ikën java, duke ngrënë pistiqe, suflaqe, gjëra të tilla. Një unë do ha, do merrem me sapun, kam për të bërë dhe disa editime, kam për të bërë disa takime online. Këto kohë të fundit kam patur pamundur të shkoj në gjitha takimet fizikisht, edhe një pjesë të mirë të takimeve kam zgjedhur t'i bëj kështu në këtë formë. Edhe pastaj sa është ora? Në orën 1:30 kam një orë kohë për t'i bërë gjitha këto, kam trajtimin, por mbas të editimin e videove do i bëj edhe kur të pi një kafe, se s'kam pirë kafe për sot, pastaj. Që fillimisht hajm drekën. Kemi diçka në bar para se të pim kafe. Jemi këtu duke pirë kafe. Po filmoj për YouTube-in, tim. Do bëj një pjesë e YouTube-it. Hello. Më një pjesë e YouTube-it. Po pra, shumë mirë, si që doja. Që t'jetë e lirshme të Alda, hello. Hello. Qa po bën? Po shikoj që të kthej komentet tek videot që kam postuar. Video fundit është Alula. Okej. Dhe jam shumë happy se shumë e lumtur që kemi shkuar te Alula, kemi 6.3 views, ndërsa te video 6.3 views apo 6.3 k? 3K 3 6 veta jemi vetëm në këtë staf. Lot, 6.3K, vetë thoja. Gjithashtu dhe 11.000 tek video Dubai. Edhe jam e motivuar. Ndërkohë ja, po bëjmë do postojmë këtë vlogun. Dhe thash t'ju kthej pak përgjigje komenteve, meqense gjeta pak kohë. Edhe të shikoj komente. Na trego pak aksesorin tënd. Madje Madje Aida Klodgjeri, ta kem shqiptuar mirë, thot: Alda, unë dua të na tregosh gjitha mbjelljen e punës, zemër, se kam parë interviste me Alketën dhe ishte një bisedë fantastike. Sikur thjesht monolog të bësh, do të shohim përsëri një home tour. Oh, sa e mirë, mos u mërzit për kapelen. Angela. Okej. Aile, çfarë do jetë video radhës? Do bëjmë një tur këtu te zyra ime? Yay! Se zyra gocave? Do i bëjmë tek e tek, se del një orë video, aq më tepër që unë Aile kur bëjmë me fol. Super. Një Do orë e video. bëjmë video radhës pas kësaj. Ndjet goca që komentoni, që më shikoni video dhe që më motivoni të bëj video të tjera. Kështu është kjo zemra e.
Ha mam. Ha mam. Një foto me muç lart. E do një foto aty lart? Po. Mirë. Po, pardon. Ma, shko me ti lart? Po se hyp dot atje lart, mami. Beti? Nuisja? Ku nuisja, mami? Ku I gëroj? Ku I gëroj? Ku? Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Sot është shtunë edhe jemi në punë, por përpara se të hapja këtë videon, kishim baking këtu dhe shpeni pak se qa është bërë. E kemi bërë kopsht. Ndërkohë gocat po merren me porosit e ditës, të koleksionave tona. Tu është thjesht fillimi, sa po kanë filluar, gjithashtu dhe nga Roa Kids, me setet me mangë të shkurtra, pambuku. Tani është momenti për të ngrënë drekën, dhe për drekë sot keme perime të tjera, fileto pule, edhe avokado kremose të përgatitur. Kaq keme. Edhe supën po nuk e ha dot atë supën që bër, kështu që do ha vetëm atë. Tani sa kam ardhur në shtëpi, ka ca. Por sa kam ardhur në shtëpi do e thoja, direkt jam mbyllur këtu te dhoma ime, te garderoba dhe dua me patjetër që sot të jap drejtim kësaj dhomës, sepse ka një 3 ditë që jam futur për të hequr gjitha gjërat verore, për t'i sjell gjërat verore, për të hequr dimroret, për t'i sistemuar, për t'i liruar hapësirë, për të parë se çfarë më duhet dhe çfarë nuk më duhet më. Duke qenë se vjet ka qenë një vit që nuk është se jam përkushtuar shumë garderobës, pra aq kohë sa unë isha shtatzan dhe kisha thjesht ato veshje specifike që mua më rrinin, edhe shumë gjëra që tani po sistemoj garderobën, po më duket sikur ka një jetë që unë nuk I kam veshur, nuk I kam përdorur. Kështu që rikthehemi Aldës pas një viti, do thoja se ky vit ishte xhanisë post, ka qenë kështu. Edhe nuk është se dija ku jam, ku s'jam, për sa I përket veshjeve, po tani do bëjmë rifreskim, do nxjerrim gjitha gjërat që sa duhen, do sistemoj sipas vendit të vet gjithçka këtu, që çdo gjë të jetë sipas ngjyrave, sipas vendit vet. Jam e motivuar që unë të kem një garderobë super clean edhe super një super atmosferë vere. Okej, shkon kjo. Realisht doja që ta mbyll këtë, se ku qenë se garderoba ime e merr një moment, është një dhomë e tërë, e gjitha dollap. Vajzat ose njerëzit, zonjat, gratë, si ta them, mamat, kanë një garderobë dhe mezi duan 2 ditë që ta përfundojnë, pra, të rikthejnë verën, të dërgojnë dimrin ande nga duhet, sepse unë po I fus në këto kutijat transparente që I kam marrë tek Jusku, kisat e Jumbo, po vendos se gjitha gjërat që janë vjeshtore dimrore dhe do I dërgoj tek magazina. Qëndrojnë shumë mirë tek këto kutijat, edhe do më thënë janë të sigurta, se tani po nxirja të gjitha ato gjërat verore dhe ishin shumë mirë. Sigurisht I laj për merak dhe një herë, duke qenë se sado që qëndron në një vend 6-7 muaj, normalisht që fillon e krijon një erë ndryshe.
aq më tepër edhe sirtaret, po shikoja që unë nuk i kam hapur në përditshmëri, janë sirtare që mund të hapen një herë në një muaj. Kuptoj që ka një aromë, duke qenë se veshjet duan të ajrosen të paktën për ditë po të paktën 2-3 herë në javë me patjetër. Të gjithë sirtaret që unë nuk i kam hapur këtë lloj arome, e keni parasysh ajo aroma që rrin gjatë? E keni parasysh, kështu që s'po shpjegoj më tepër. Tani, siç thashë, këto kutia transparente po vendos të gjitha gjërat dimrore dhe në këtë mënyrë zbrazën raftet dhe do i ndaj gjërat sipas sirtareve, sipas varseve, ngjyrave, vendeve. Kam qenë pak rëmuj se dimri e ka këtë që ti je mbi ngarkuar, ka palto, pardesy, xhaketa, si njëri që ka gjitha ngjyrat dhe pafund. Normal bëhet rëmuj, por jam shumë lumtur se në verë më rri shumë e sistemuar, me ngjyra pastel, të kënaqet syri me pak fjalë. Këtë dollapin këtu të vetmen që unë po vendos disa xhaketa. Jam me dyshje, duke qenë se paltot, pellushat i kam dërguar te magazina në Varse, sigurisht, është magazin, është shtëpi, po që ne mbajmë magazin për shumë gjëra që ne kemi edhe tek punishtja, por edhe tek shtëpia. Dhe nuk e di nëse më duhet t'i mbaj këto, po më vjen gjunaf tani ose më saktë po përtoj t'i dërgoj edhe një herë, apo nise, këto po e lë si opsion se mbase më vonë do më duhet si hapësirë edhe do i dërgoj, por gjithsesi po e lë këtu një herë. Janë këto që i kam patur që mendoj që mund t'i vesh deri nga maj. Mendoj unë se duke dalë çdo ditë koleksioni i ri, unë jam fokusuar te gjërat e reja dhe ndonjëherë edhe pse gjërat koleksionet e kaluara janë shumë bukura, por nuk të del kohë që ti realizosh dhe ti veshish të gjitha. Tani, unë zakonisht fokusohem aq shumë te puna, domethënë te këto që po bëj tani, oroj të dalloj mirë se kam atë pak pis. Më mirë. Siç po thoja, unë kisha filluar punë, është shumë rëmuj këtu. Nuk ja u tregoj dot. Është shumë rëmuj, por që fiksimi im është që ti nxjerr të gjitha gjërat nga dollapi, edhe ti ndaj, çfarë mendoj se duhet të rilav dhe një herë për merak e laj, dhe çfarë mendoj që duhet t'i ndryshoj vend. Pra, momenti që unë i nxjerr të gjitha këtu e kam më të lehtë të rishikoj hapësira dhe se si duhet t'i sistemoj. Duke qenë se fokusohem më së tepër për të mbaruar e për ta bërë, se realisht të del ma e tunës kur ti se mbaron në kohë dhe pastaj ti e le për gjysmë dhe pastaj ti duhet të rikthesh, por pastaj bëhet sërish rëmuj dhe rikthimi nuk është vetëm te ajo hapësira që ti e lë pa përfunduar, por është e gjitha. Edhe dua seriozisht sot ta mbyll me patjetër të gjithë garderobën. Ta përfundoj. Dhe nëse unë do ta postoj në këtë video se si e kam bërë garderobën, okay. Nëse jo, do ta postoj patjetër te video tjetër e ardhshme, do ja tregoj se si e kam sistemuar edhe se si duket. po vjen me qërë se dikush mund thoje, po daj trego kështu tani se si e ke. Okej, pjesën kryesore ja u kam treguar. Ja, këtu janë veshje, janë kuti, ja, kuti. Këtu nuk di, domethënë sa rëmuj është, nuk di. Që kur jam kthyer nga udhëtimet, nxjerr, merr, hiq, vendos, kalo këtej, kalo andej, kur u bë një javë mbas udhëtimit që unë nuk po mri fare pasër. Me patjetër sot do i gjej të sirtaret, do i hap edhe këtu të jetë shumë e pasur se nuk e di. Me ka përcen truri kur shikoj kështu. I vetmi kënd që në përgjithësi mua më rries i sistemuar është këtu të këpucët. Tani mos shikoni se kam vendosur disa gjëra që do i heq dhe do i vendos prap, por që në përgjithësi këpucët më rrinë shumë të rregullta. As çantat nuk më rrinë të rregullta, se ka me fuz gjitha gjëra që i kam për shpejt se ka hapësirë të madhe. Gjithsesi, tani fillojmë të nisim nga puna se, siç ju thash, më duhet ta mbaroj dhe nëse e kupton beki që unë jam këtu, vjen të dera me ato karrocën dhe ding. Ja bëm deri sa ti e merr.
O zot, është një dashuri gjithsesi, por që nuk të lë fare të bësh asnjë punë. Por fatmirësisht tani e mori Vjera, dolëm pak jashtë, se mundohem që ta nxjerr sa më shpesh taj rozët, se nuk kam qejf që ta mbaj vetëm brenda, se më duket sikur kur e mba brenda vetëm smuret, por që dua vërtet vetëm ta nxjerr jashtë, edhe ka dalë gjiro shëtitje. Tani më duhet ta mbyll edhe shihemi më vonë. Qa more, mami? Ne trego pak? Kufje? Si qua në anglisht? Headphones? Headphones? Hajde. Shpejt. Kemi prisa lektu të Jumbo. Ka bëroj shopping. Ishte kohë që s'po bante. Sa kohë ke mami që s'bëje shopping të Jumbo? 170 milion orë. Right. U kuptum. Jam nga Jumbo. Tani të tregojmë se çfarë blejmë dhe këtë herë do bëjmë një Jumbo haul nga Roy. Okej, na trego se çfarë mora ato. Nga shumë thesi kam hap nga ato kutia. Ha? Kjo është kofa, Kufja? kufjen, Ose ndryshe? Headphone? headphone, Okej. Të bardha. Shumë babi. këtë bardhen, Po. Tani kjo çfarë është? Morëm këtë gjën. Që janë kështu. Çfarë më mami se më s'marr vesh? pyet, ndoshta janë vjerit, se nuk di. Ha, thuja. Nuk di që janë, ndoshta janë vjerit që janë kështu, vjerit që janë si kështu edhe kjo si ashtu. Okej, morëm vesh. Është nga ato syze të mëdha që vendosen këtu dhe të shikon dhe di lidhen me smartphone? Po. Lidhen dhe shikon video. Nuk e di se s'marr shumë vesh nga këto gjëra. Niste. Këto çfarë janë mami që more? Janë kaq. Letra bigjozi. Po. Okej. Dhe disa vite mund të kesh. As kemi lujt, as nuk i kemi bler. Unë kam luke shkolla. Okej. Mora këtë topat e vegjël për Bekin, si ka shumë qef kur i shikon topat, nuk e di qa fiksimi ka goca im me topa, po i pëlqen. Po pëlqen, janë të botë. Po kjo ma në pëlqen more këtë, fare zotin. Se bonë se kupjon fjallet. Po e kemi pas një mama. Po e shumë bunë. Mirë, Se letë për pishin. për pishina. Po kjo? Kjo është një kështu, një kotë Got me çfarë personazhi është kjo? në Minecraft. Okej. Unë mora këtë për Nuk kartë vizita. Nuk thot shqip. Lere të flasë shumë super vetë. Qa është kjo mama? Telefon që ma blevi babi për isha 4. Po kjo? Kjo është për Beki që bëjë. Roy mori Bekit këta, ka bëri dhurat. Tani, këtu kemi marrë lloj gjërash, po shikoni që jo çdo gjë është. Po kjo mami, Kjo është për mua të bëjë kështu. ashtu ë. Roy ka qenë me temperaturë dhe pak smur dhe donte të bënte shopping te Jumbo dhe ka shfrenuar imagjinatën këtë herë. Unë mora këtë gotën, ishte e lezetshme. Shikoje në TikTok të gjërat virale që kanë këto gurat kështu. E thash okej, po marr, sikur edhe për zbukurimin është lezetshme. Që është kur bësh mami gocë, të pëlqejnë çdo gjë roz dhe gurat. Më përpara jo rreja. Dhe morëm disa gota për ujë dhe puna. Mora ti një 4 të tilla. Yay! Mora dhe këto për flokët. Edhe kaq ishte shoppingu që bëm tek Jumbo. Si e diel që ishte, kaluam një vrap.
se Roj donte të bënte, çfarë donte të bënte Roj? Prit, kjo është në karikim. Okej, është karikim. I sigur që ti do i përdorish buka këto mama? Po! Sa i sigur ti? 100-200 milion sigur. Okej, perfekt. Okej, kaq ishte. Ne tani jemi rrugës, po dalim këtej nga Volga, pim një kafe. Dita është shumë e bukur sot. Pas i pim kafe do shkojmë në shtëpi, po, shumë ngrohtë. Bekin e kemi lënë në shtëpi se ne po dilnim, ajo vetëm çantë grinde se do të fëmijët e gjumë, sa zgju pak si herët sot. Dhe pastaj ne do bëhemi gati të ikim për Tiranë se vllai im ka ditëlindjen, vllai Roj. Shka ditëlindjen sot? Daja Pablo! Jej! Daja i Roj, po ndoshta ke kap. Në të buk se tha vllai. Jo, Daja, jam i sigurt që anëtora nga goja. Mere me këtë. Edhe do ikim në Tiranë, se jemi për darkë atje. Kështu. Ja, çfarë do të. Oj, poster. Nuk punot akoma të lem e karikim. Po, të kërko dhe pak më mirë, pastaj. Kemi dhe 2 palë tjera në shtëpi, thjesht të janë pala e tretë. Në bardh ashtu. Gjë tjetër. Varza. Po s'pëlqejnë ato blut që të ka sjell mami ty? Gri? Ato Me janë- vesh. Ato janë fake. O mami nuk janë fake, janë për të vegjët. Edhe kjo! Po kjo qa është fake, është dhe kjo. Nuk e fake! Europiane. Nuk e fake. Në tu. Kur do i përdorish të? 170 milion dite. Edhe këtu ta përdor një kuran, një Tiranë. Këtë. Me rejnë? No. Unë e di që do bërë. Oroj. Po rritesh para kohë, moj mami, se shpejt. Po rritesh. Po të mami ty? Nuk e di. Oa! Në thysh. Papa. Unë Opa. kanë qenë palestra. Në bësh muskoj. Okej, po mere pak përvoje, përvoje mere kështu. Ne kemi ardhur në Tiranë, si që tharë sot ka vllai im ditëlindjen, edhe kemi ardhur te ky restoranti Nari Lundër. Por duke qenë se unë vendosa bekin e gjumë, edhe për ta marrë ai gjumi që dua unë, gjumi thelli themi ne, kemi dal rrugës këtu për xhiro, ndërkohë që i bëj edhe këtë ecjen. Ja ku jemi. Është në gjumë tani, edhe po kthehem se bëra një shëtitje këtej. Dhe po kthehem te restoranti, duke qenë se po prisnim që të mblidheshin të gjithë. Po bëjmë një festë të vogël. Po e bën vllai, s'po e bëjmë. Jemi ne familja, shoqëria e tij, do të thonë personat e zemrës. Duke qenë se vitet e tjera nuk e ka festuar me ne, edhe donte të bënte diçka. Nuk e keni ide sa më pëlqen kjo freskia e pranverës, edhe pse po vetë tin tani, por që më pëlqen shumë kjo freskia të dalë, të eci, sidomos këtu te kjo rruga që është shumë bukur, shumë qetë dhe vetëm gjelbërim ka. Nuk e di, adhurueshme. Do doja që të ecja 2 orë, pak prek fare telefonit. Edhe në fakt sot se kam prekur shumë, nuk është se kam hyrë shumë në rrjete, por që me zi pres të periudhën dhe realisht mendoj që duhet të dalim më shpesh në Tiranë në këmbë të dielave. Gjatë javës nuk vihet, por të dielave ka shumë lezet, se s'ka shumë makina, s'ka trafik,
njerëzit dalin jashtë Tirane dhe për ne që jetojmë jashtë Tirane është shumë më mirë që të vim në Tiranë të dielave. Tani unë arrita se po presin edhe shihemi. Sa po kemi arë në shtëpi, jam ndruar, madje akoma se kam larë fytyrën, por që do ta laj direkt tani mbasi të mbyll videon. Edhe kështu, ky ishte vlogu, uroj vërtet ju ketë pëlqyer, më thoni në koment. Edhe po, garderobën e përfundova, nuk është se filmova më shumë, se realisht doja të mbaroja shpejt dhe nëse do merresha me këndet e videove, do më shtyje dhe me kishte ardhur këtu doja vërtet ta mbyllja mbrëm edhe e mbylla. Ka dalë shumë bukur. Por pres që të vit gjithë koleksioni, t'ja u tregoj shpejt, por do mundon t'ja u tregoj me detaj herën tjetër, në videon tjetër, se normalisht në këtë video çfarë nuk kemi thënë dhe çfarë s'kemi bërë. Por gjithsesi po ja u tregoj shpejt. Tani direkt pjesa sa futesh nga dera. Duket kështu. Çdo gjë është shumë e rregullt, sepse kam liruar shumë hapësira duke i zhvendosur të gjitha gjërat që unë nuk i përdor dhe janë të trasha, edhe duke lënë hapësirë vetëm për këtë sezonin, pra pranverë të gjitha. Jam munduar të sistemoj edhe një pjesë të sirtareve, po kam dhe 2-3 që nuk i kam prekur fare, se dua të eliminoj shumë gjëra. Të kjo këtu kam futur disa pijama dhe kështu veshje me ngjyra që s'duat më prishin edhe e varse, s'duat më prishin estetiken e garderobës, duke qenë se jam munduar të duket çdo gjë bukur. Edhe kjo pjesa këtu. Edhe gjithashtu, ja çfarë më ka ngelur aty, një 2 kartona që do i mbush me mbeturina dhe do i hedh. Pjesa këtu si që tharë që kam futur këto gjaketat, do i heq sepse nuk e qenë se është mbi ngarkuar. Ja, shikoni. Nuk më pothitet mirë ky dollapi. Nëse mbani mend, kjo pjesa këtu ka qenë pasqyra hapur fare pa dollape dhe prandaj nuk pothitet mirë se nuk është llogarit që të jetë varse dhe gjëra të trasha. Por gjithsesi unë do t'i heq fare ato se nuk do i mbaj aty. Këtu është zona e çantave, çik rëmuj se janë bërë shumë çanta, por do shohim. Edhe kjo pjesa tani është shumë e sistemuar, pavarësisht se sot jam bërë gati, kam dalë dhe normalisht roj, sa herë vi bëm gati. Këtu do vi dhe ai dhe do bëj ndonjë rëmuj. Kjo është një shkaravine ti. Edhe duket shumë pastër. Tani, do më duhet të marr një stol. Nuk e kam gjetur stolin e durur, kështu që do shikoj diçka thjesht për ta patur. Edhe doja që nesër po s'harrova duhet të marr lule të freskëta që të nisim javën siç duhet dhe unë të rinis një tjetër vlog për ju. Kryesisht ja u tregova pjesën më të madhe. Ka qenë një javë shumë e ngarkuar. Jam munduar vërtet të kap pjesë goxha nga dita ime. Ka patur momente që unë kam harruar, që është vërtet atje me sinqert, por po mundohem avash të rikthehem dhe derisa unë të kuptoj që jam rikthyer me veten time, do kemi realisht video shumë të bukura. Do thënë ju kush ishte ajo çfarë më zgjoi mua dhe i thash, ok, duhet të bëj vlog. Sa herë jam jashtë ose nuk kam çfarë të bëj, të tipit nuk merrem me rrjete sociale të kthej mesazhe, se ndonjëherë bëhet shumë e lodhshme, futem dhe shikoj videot e mia në YouTube. Dhe realisht, videot në YouTube-it nuk janë vetëm, ok, po postoj video për juve. Kur shikoj videot e vjetra, e para, kur ndryshon për shembull diçka siç ka ndryshuar kjo garderoba, kur shikoj disa video kur kisha garderobën e vjetër dhe realisht të merr malli ose kujton atë kohën, atë periudhën që ti ke bërë atë videon dhe e ke postuar dhe të jep një ndjesi shumë bukur dhe fakti që me këto video ne bëjmë shumë kujtime të bukura dhe për veten tonë dhe për fëmijët tonë, pra momentin që ata rriten, shikojnë këto video, janë vërtet kujtime, nëse nuk do kisha YouTube-in,
patjetër që unë bëj video gjithkohës, por nuk është se flas. Edhe në të ardhme kur mbase nuk e di si do i vijë ardhmja, nuk e di askush. Edhe sa gjë e bukur është kur ti ke lënë kujtime, kur ti flet dhe tregon rutinën, gjëra të lumtura sigurisht, edhe kur ndan hapësira, shumë gjëra. Aty kuptova që po, duhet të memorizoj më tepër. Në këtë vit që unë nuk kam qenë shumë aktive në YouTube, që është e vërteta, nuk është se pash që kisha shumë kujtime, dhe pse ka qenë një vit shumë i bukur, shumë i ngarkuar, me gjëra kujtime pafund në trurin tim, edhe nëse video ose foto në Instagram, por ku ka si YouTube? YouTube është tamam si një kanal, një televizion që ti e shikon veten me orë, pra ti mund të bësh 20 minuta, 51 orë vlog dhe tregon shumë gjëra. Edhe kjo ishte ai momenti ku ishim në Dubai që po shikoja këtë video. Thash, duhet Alda të bësh maksimumin edhe për ata që duan video të ndjekin dhe kanë dëshirë të shikojnë gjithkohës rutinën tënde, pak a shumë nga përditshmëria jote, çfarë bëj, çfarë nuk bëj. Dhe pse normalisht besoj keni vënë re edhe nga influencer të huaj që nuk mundën të tregojnë gjithçka, sepse rrjetet sociale dhe njerëzit aq më tepër që nuk e di, në Shqipëri vetëm shtohet negativiteti. Normalisht që ti ju jep material njerëzve që duan të bëjnë keq, njerëzve që duan të kopjojnë hap pas hapi, njerëzve që duan të ecin një hap me ty. Jam realisht shumë suportuese për persona që frymëzohen dhe e din shumë mirë se kush është Alda dhe japin të gjithë admirimin dhe mbështetjen e duhur, por po i ndaj, nuk fus gjithë, pra fus vetëm pjesën haters do thoja, do të thënë edhe ata që ose fanse që të kopjojnë hap pas hapi dhe në mënyrë të keq, pra jo që bëjnë gjën që ti bë duke u frymëzuar dhe duke të mbështetur haptas, por fanse them unë fakti që të fsheta, pra të kopjojnë hap pas hapi, bëjnë gjën tënde, bëjnë gjithçka si ti, por nga ana tjetër as nuk të suportojnë, as nuk të përshëndesin, as nuk të komentojnë, as për këtë po flas. Gjithsesi, kjo është ajo që ndoshta ne nuk arrim dot të tregojmë të gjitha gjërat, se nuk e dim nëse na vjen një dëmtim duke treguar këtë gjën apo jo. Normalisht është më e mira të kesh një jetë private, por duke zgjedhur për normalisht, siç marr disa herë kam marr komente që po i pak më private, mos i tregoj gjitha. Patjetër që unë nuk i tregoj gjitha, unë tregoj dhe i jap njerëzve ose audiencës time atë gjë që unë e di shumë mirë që nuk do lëndohem, nuk do më prek drejt për drejt mua, po edhe nëse më prek, patjetër që unë kam marrë masa për gjithçka dhe unë jam shumë okay me veten dhe familjarët e mi, kështu që nuk më dëmton asgjë. Thjesht, normalisht, të bën që ndonjëherë të kalkulosh, pra çfarë duhet të postosh apo jo, çfarë të dëmton nga ana e punës apo jo. Dhe duke qenë në një vend të vogël dhe patjetër që edhe unë frymëzohem, por një gjë është e sigurt, jo se e them për diçka negative, por në Shqipëri mundohem që mos të shikoj shumë, ose jo, nuk dua të frymëzohem në Shqipëri, sepse Shqipëria është kaq, dhe nëse unë frymëzohem nga diçka që dikush e ka bërë ose ka, nuk e di nëse po ma kuptoni sensin, pra mundohem të frymëzohem jashtë, dhe nëse bëj zing me një shqiptar do thotë që jemi frymëzuar në të njëjtin vend i jashtë. Mundohem si mos të bëj zing, flasim jo vetëm për brandin tim, por edhe për influencimin, gjithçka. Mundohem realisht edhe kur frymëzohem të fus frymën time dhe të jem vetja. E kuptoni për shembull nëse shikojnë diçka te dikush, ua, kështu doja ta bëja unë, ose kjo është gjë që unë doja të bëja, por ti duhet t'i japësh atë frymën tënde, ti vesh emrin tënd. Se askush nuk bën shpikje janë bërë me kohë, çdo njeri që bën diçka flas edhe për fushën e influencer, jo vetëm për biznesin. Patjetër që i kanë bërë të tjerët, këto ne jemi thjesht persona që duam të bëjmë diçka dhe e bëjmë në mënyrën tonë, dhe kjo është më mira, sigurisht. Gjithsesi, jam shumë suportuese e gjitha vajzave që janë shumë suportuese njëjt,
Jam shumë dashamirëse, pavarësisht se unë kam marrë shumë goditje nga shumë njerëz dhe jam munduar t'i përkthej këto goditjet në forcë, edhe duke munduar mos ta përkthej në inat ose urrëtie, por në forcë dhe pozitivitet që kam thënë, nëse dikush e ka bërë këtë me mua, unë s'duhet ta bëj me dikë tjetër. Pra, gjithmonë jam munduar të mësoj nga të tjerët dhe e kam parë, është e lodhshme, po e kam parë me këtë sy, jo vetëm tani që jam e famshme ose kam një influencë të caktuar, kam një biznes, po edhe më përpara kur s'isha fare për njerëzit, isha vetëm për familjen time dhe për ata që më rrethonin, gjithmonë jam munduar që të mësoj nga gjërat që bëjnë keq tjerë dhe mos t'i bëj vetë, edhe kjo më ka bërë pak jetën pak, ndoshta si përcjap që jemi çik kështu, por që është pak më vështirë kur ti kalkulon gjithçka dhe mundohesh që mos të biesh pre e një dëmtimi ose një goditje ose një mashtrimi e gjitha këto me radhë. Tani u zgjata pak, më thash do ta mbyll tani se është super video, kjo e gjatë, por uroj të më keni kuptuar dhe mundohem që këtu në YouTube, kush më ndjek të jem një libër i hapur të tipit që mundohem të jep dhe diçka nga vetja, pra të më frymëzoj njerëz nga gjithçka, nga çdo anë, pra që jam shumë e lumtur që i keni pëlqyer videot e mia dhe vazhdoni t'i pëlqeni. Kam shumë dëshirë të ma tregoni, si që jam thënë me mesazhe poshtë, edhe komentoni, thoni çfarë të doni, unë jam këtu për juve, edhe do mundohem të bëj video shumë të bukura, edhe të bëj më të mirën time. Nuk bëj premtime më, sepse kur të jem aktive, dua të jem aktive duke e treguar jo me fjalë, por me video, me vepra. Kështu që me qenë se algoritmin e kemi vendosur në punë këtu në YouTube, ja ku jemi me vlogs. Tani të mundohem të paktën një herë në javë të sjell me patjetër një vlog për ju. Të gjitha pjesët ose gjërat më të bukura të javës ti mbledh në një video dhe ti ndaj me juve. Tani po e mbyll videon këtu, uroj t'ju ketë pëlqyer. Ju dërgoj shumë puthe dhe shihemi në videon e radhës. Bye!